ardhur. Sa surprizë e bukur. Unë të thash që do isha modelja jote. Eri mendoj. Irina është një dinake. Ç'do të thuash? Nuk e shikon sa e dashuruar është me të. Çfarë? Është e pamundur. Gjohu ti mezi kupton gjërat, por kjo është edhe e dukshme. Shikoje. Me që e thua ti, unë se kisha vënë re fare. Ky film serial u mundësua nga Shqip Kinema, na ndiqni për episodet në vazhdim vetëm në Shqip Kinema. Nuk është e drejtë të fshish të kaluarën. Ajo të përket, është pjesë e jotja. Duhet të mësosh të pranosh gjithçka që të ka ndodhur. Nëse nuk e bën, nuk do të arrish të ecësh përpara. Rina është vërtet shumë e bukur. Dhe ai nuk është keq me atë vështrimin misterioz dhe intrigues që kuptohet dhe nuk kuptohet. Është e pabesueshme, ti je e fiksuar. Dua të falenderoj për atë që më the. Ke të drejtë, Rina, jam një frikacak. Nuk doja ta pranoja faktin që ajo më ka lënë. Të gjithë duhet të mësojmë të bashkëjetojmë me të kaluarën. Dhe kjo vlen edhe për mua. Duhet ta pranoj se je e veçantë, je ndryshe nga njerëzit që unë njoh. Ti ke një bukuri unike, të veçantë dhe vetëm ti e ke. Sa i marr jam që se pash më parë këtë. Me sa duket ata të dy e kanë shumë seriozisht këtë. Po, është e vërtet. Duken si dy të dashuruar marrëzisht. O, e marrë e mira, edhe Rina e gjeti shpirtin e saj binjak. Tani duhet t'i futen punës. Çfarë do të thotë kjo? Se kuptoj. Çfarë do që të bësh? E po mirë, princesha Sirena, e di që jeni diku këtu. Shumë shpejt do të bini në grackën time. Po kjo muzikë nga doli. Nuk e di, është e tmerrshme. Çfarë ke, Rina? Nuk ndihesh mirë? Jo, mund të vazhdosh.